Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut për të folur për protestën që u zhvillua sot atje nga veteranët e UÇK-s, duke kërkuar pra lirimin e luftëtarëve që ndodhen në Hag. Kam kënaqësinë që sot të flas me zotin Hafiz Aliti, ish komandant dhe ish deputet në Maqedoninë e Veriut. Zoti Aliti, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje edhe nga unë, juve dhe gjithë teleshiqyesve që juaj. Zoti Aliti, faleminderit. A arriti qëllimi protesta sot? Po mbi gjitha sot në Shkup ishte një protestë shumë dinjitoze. E them këtë, ne organizatorët jemi shumë të kënaqur për shkak se pjesëmarrja ishte në nivelin e duhur, 10.000 pjesëmarrës ishin, kështu që them ishte protestë dinjitoze pasi që nuk kishte asnjë incident, gjithçka rodhi sipas asaj që ne kishim parapa këtë protestë dhe mbi gjitha vetë pjesëmarrja e protestuesve ishte një porosi e cila u dërgu do të thoja Ballkanit dhe Evropës se nuk jemi ne shqiptarë në Republikën e Maqedonisë ashtu siç tentuan të na paraqesin se protesta mund të ketë probleme dhe kështu me radhë. Këtë e them për shkak se një gjë të tillë qeveria e Maqedonisë mur disa masa të cilat ishin shqetësuese edhe për pjesëmarrësit, por edhe për ne organizatorë, se ka një këshill të sigurimit edhe kështu me radhë, që nuk ka pa nevojë për ato gjëra. Mbi gjitha, e them, ne jemi shumë të kënaqur për shkak se protesta ka rënë ashtu siç ne kishim planifikuar. Gjithë atyre që ishin. Komandant, ju jeni një ndër organizatorët dhe thatë që aty ishin mbi 10.000 shqiptarë. Po a i bashkoi shqiptarët kjo protesta apo ishin vetëm nga njëri krah? Po mbi gjitha pjesëmarrja ishte e gjithë spektrit politik të Maqedonisë, pasi që unë në mesin e protestuesve pash shumë bashkëluftar të qoftë luftës Kosovës, qoftë luftës qeveritare kombëtare këtu në Republikën e Maqedonisë Veriut, të cilët kanë qenë edhe pjesëtar brigadës time, cilët sot ju takojnë spektrit politik nga më të ndryshmet, pasi që këtu, sipas që edhe ju jeni të informuar, janë bërë shumë parti politike, cilat janë pjesë e qeverisë edhe kështu me radhë, po kishte pjesëtar edhe të toja partive të cilat nuk bën ftesë elektoratit time apo qytetarëve që të marrin pjesë, sidoqoftë qytetarët e shfrytzuan drejtën e tyre që u solidarizuan mbi gjitha me qëllimin e kësaj proteste. Ne qëllim tjetër nuk kemi pas asnjëherë, kemi kërkuar drejtësi për çlirin tonë. Drejtësi dhe vetëm drejtësi, dhe mendoj se ai qëllim u arrit, dërgohet edhe nga qyteti i Vardanisë, Shkupi. Komandant, për te mesazhit për ata që ndodhen në Hag, kjo protestë ishte mesazh edhe për Mickovskin, për Maqedoninë, për pjesën tjetër që shqiptarët janë bashkë në këtë moment, edhe nuk janë pak. Po gjithsesi, unë me keqardhje them, por jam një nga pjesëmarrësit apo edhe organizator më të mëshuar këtu dhe di edhe ambientin politik në Republikën e Maqedonisë, që pasaj Maqedonia në kohën e komunizmit, kur ishte Jugoslavia, do të thoja e Titos, dhe prej viteve 90 këtej, vendimi apo thirrja e kryeministit Mickovski ishte që qytetarët, liderët e vendit mos ta mbështesin këtë protestë, por ndodhi e kundërta, ata kanë marrë pjesë në protestë. E them këtë për shkak se një prononcim të tillë kryeministri i Maqedonisë e bani pasi që botërisht dihet se është në ndikimin e presidentit të Serbisë, Vučić, edhe kështu me radhë, por mbi gjitha përsëri them me pjesëmarrjen dhe me sjelljen që do të them ishte shembullore dhe protestuesve, ne ju dërguam porosi
gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë se mbi gjitha kjo protesta është që kërkon drejtësi dhe nuk jam keq që kjo protestë nuk pat edhe mbështetjen e kryeministit. Komandant, dhe diçka të fundit kam. Jeni kënaqur për momentin ku ndodhen shqiptarët në Maqedoni sot, pozicionin e tyre? Po unë shumë herët e kam thënë, po e them edhe të shtash para se mu formu kjo qeveri, se spektri politik në Republikën e Maqedonisë duhet bashkohet, gjithë shqiptarët flasin me një zë. E them këtë duke patur parasysh retorikën parasgjedhore të kryeministit aktual dhe shoqëruesve të tij, subjekti që i takojnë, e them këtë për shkak se ato erdhën në pushtet me një politik, nuk do kisha thënë nacionaliste, por shoviniste. Ajo retorik, për shkak se ata fitun votuesit e tyre duke premtuar se do t'u marrin të drejtat shqiptarëve, të cilët ne shqiptarët dime e njëshin të Republikës Maqedonisë, por edhe gjithë bashkëluftarë tjerë që ka pas edhe prej Shqipërisë dhe prej Kosovës. Ne ato drejta i fitum me zjarr dhe diçka që është fitum me zjarr, u dasht edhe ky kryeministër ta thie se nuk do të heqmi dorën e shqiptarë për drejtave tona, përkundrazi drejtat tona këtu duhet të avansohen, kuptohet në bazë të marrëveshjes pasoritorit. Dhe e them këtë për shkak se situata aktuale e faktorit politik shqiptar, cilët janë pjesë e qeverisë, është e mjerueshme. Komandant, të falenderoj shumë për bisedën. Kënaqësia ishte imja, i përshëndes gjithë teleshoqëruesit tuaj edhe ju.